أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم مع بعد اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Fillimisht, falendrimet më të sinqerta dhe absolute i takon madhërisë Allahu Gjeleshanu Gjelle Gjelalu, i cili ne ka bërë të dashur imanin, islamin, Kur'anin, na ka zbukuru në zemra dhe në shpirtat tanë, e më pastaj dërgojmë selame, salavatin bi Muhammedin a.s. bi familjen e tij të dashur, bi shokët e tij besnik dhe fisnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin, e përcjellin, e trasojnë porositë, mësimet dhe mesazhet e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër ju të pranishëm, në rend të parë më lejoni ta falenderoj hoxhën e nderuar, kolegin tem, hoxhën Dhurkanenin, sinqerisht nga thellësira e zemrës, për këto ftesa që na ban her pas here, jo që na dimi diçka apo të sillmi dhe një sen të re, mirë po ja, ta freskojmë ambientin, po të njëjtën kohë të takojmë me miq dhe me dashamirt, lusë Allahun e madhuruar, Allah të jep bereqet në davetin e tij, në projekte të cilet mi tregoj pak më herët, Zoti ja mundsoft i realizon sa më shpejt, ata e në dobi të tij, në dobi të shoqërive, të rrethit të gjithë besimtarëve. Të nderuar ju të pranishëm,
Edhe ajo që kam lëmu pak për shtypje, sidomos që është zakon në çdo fjalim, tribun të ndeturit, i paraprin tribuna me lexim të Kuranit. Unë kështu ja tham sinqerisht pa kur fare di kështu komplimenti, unë shumë emocionona se disi motivona dhe mban me bështyrje atë që e ka përgatit para juve, kjo dysi më ngacmon dhe mje pak një ngjyrë pak më të mirë. Allah i nderoft edhe Hoxhën Hafëzin, i cili mu me të vërtet edhe më emocionoj, po dhe më rikujtoj pak atë avazin e vjetër në studimet e Egjiptit, i cili vjen me ato zanat, ato mekamet, me ato tinglimet të Egjiptit. Allah i nderoft e shpërbleft, ja rujt zanin, e rujt nga syri keq, e boft të dobishëm për veti, për familjen dhe për rrethin. Sikur që thash pak më herët, unë jo që do të vijmë me diçka të re, po thjesht me ata të cilët edhe o xhallarët juaj, këto që ka i keni, këto duhet më shumë të ndëgjoni, mirë po ka nevojë pasere me thijat monotonin, me ardh dikush edhe ta ndëgjoni. Ajo që ne diçka do të vijmë me diçka më të re. Jo, ato sikur që ka përmend Allah në Kur'an, o xhaq min Medine, që ka ardhur një person nga periferit e qytetit, i ka thënë ittabiul murselin, ndëgjoni këto të venit. Ne jemi 1 orë, 2 orë, pastaj do ikim. Po esenca, fokusimi, përkushtimi me këto të venit. Këto të venit i keni, Zoti u arrujt edhe përfitoni maksimalisht. Pasi qena muajin e Ramazanit, është basi shprehje dhe kulturë me folë në lidhje me tematikat apo me konceptet e agjerimit dhe Ramazanit. Unë pak do të bëj një përjashtim, do dal jashtë këtij konceptit, po e cila ndoshta në formën direkte jo, po në formën indirekte ka të bëjë edhe me Ramazanin. Mirë po unë do të flas për një kthejes të besimtarit, i cili ndonjëherë duke ndoshta jo ditë apo mos ditë, i bëhet dyqysh e zakonshëm fetarllëki i tij, e ka nevojë pak për një farë si me thënë, sy qelsi pak, si këndjedhe, apo me bo pak si format imanin dhe fetarin e ti. Edhe kam zidh një 2 element apo 2 land, e cila ka të baj bashkë me pikërisht me këtë element. Se na ka njerë disi dhe vjetrojemi. Edhe u gjaj përmeni ishan para se viktu në xhami tek zyra, ma përmeni këtë shprehje që mla vjetrohemi. Fetarisht edhe imani jonë dhe njerë vjetrohet, duke ja nisur nga hadithi profetik, imani juaj vjetrohet në gjashëm sikur se petkat, edhe që i kena ato robat, sa do që kujdesmi mi majt me pastërti, me lare, me elegancë, duke vesh njerë, 2 herë, 3 herë, bëtë shumë e përdorë dhe konsumuar dhe idela ja shia e koncepti, edhe vjetrohet. E ka thonë ashtu vjetrohet imani dhe besimi, si kurse veshja, kërkoni prej Zotit, tua rri për tri dhe tuja gjadhëruje. Edhe na kena nevoj me mëna gjadhëru imani dhe fetaria jonë. Ky realitet, që besoj se cilë prej neve ka, nuk prej ashtu të askush. Sado që kemi arrit, o vëllezër, për kushtimin e plot, sado që kemi arrit atë imanin e plot, kena nevoj për shto 2 komponente. E para është aja që njihet në gjuhën e shariatit, l'uzle, vetmia, apo aja që quhet pak el khalwa. Kemi nevoj na ka njerë të shkëputmi prej jetës të përditshëm. Prej shokve, prej miqve, prej kësaj smundjes bashkohore, ka nevoj, her pas here, besimtari që kaputet, edhe ta lidhe pak komunikimin me krijuesin. Edhe është një element tjetër, ajo do ta lë përfund, është meditimi, tedebbur ose tefekkur, meditimi i thellë, reflektimi, këto 2 komponente kur bashkohen, krijon gjallëritë na. Moti nuk je tjetër, si kurse, nëse më lejohet me thonë, si kurse konvertohemi ma, ne jena musliman, ama kene nevoj pak ma ndryshe të avancohemi. Mos me met ashtu vetëm dyqesim periferi. Jo,
pak duhet të reflektojmë. E une, me lenë Allahut, ma shumë të kam një spikat kësaj parës. Edhe pse Ramazani e ka këtë element. I dërguri Allahut në 10 net e fundit e ka pas këtë vetmijen me kusht apo me atë faktin që ta zajat natën e finalet, që është nata e fatit, nata e kadrit. Të ndëruar ju, besimtar, sikur që ta sado që jina të devotshëm, sado që kina arrit, sado që edhe më kanë edhe ai që është mëkatari, ka nevojë dhe njerë besimtari të vetmohet pak, të largohet pak prej rrethit, prej shoqërisë, prej jetës dinamike, që ashtu është krijuar sistemi, sikurse ti nuk e ke atë luksin, atë komoditetin mu largu. E ke nevojë ti me përcaktu vetës edhe me nxjerr veten tonë në prioritet, se ka një kena zonë edhe vetën me haruna. Në listë nuk e kena vetën. I kemi tjerë, 1, 2, 3, ndoshta ka fundi jemi. E kena nevojë jo vetën tonë me nxjerr në prioritet. Edhe kjo ka lidhje shumë me këtë elementin e vetmijës. Duhet besimtari shkëputet njëre për gjithmonë, edhe shka, se kur fillon më shkëput, deshtëm apo nuk deshtëm reflekton, se fillon më, si kur se ndjen, se Allahu tyje, fillon më të përcjell tyje, më të vëzhgu. Këta nuk mund është në kalabalëk, në shoqëri, edhe në turmën kalabalëkin, asë njerë nuk mund është. Pa tjetë të më vetmu edhe, fillon ka dale, edhe reflekton me vetën tonë. Pastaj, kur fillon të më vetmu, fillon më aktivizu edhe disa komponente tjera. Fillon dhikër, përmendjen e Allahu xhaleshanu. E cila është ilaç, shërim dhe melhem për smundjet e zemrës tonë. Pastaj, fillon ka dale me thith, apo me thirr shijimin e adhurimit. Se bamba ki fillon më në bo neve adhurimet ruti, mekanik babon. Edhe nuk ka sikur se fillimi. Çdo kush fillimi që e ka tullëzimit, e ka me entuziazmin më të madh. Bile se të dhe me abon një intervju këtë qëto që janë prezent, të regone fillimin ullëzimit, o gjo, aja nuk po shkruhet. Fluturoj shmi, mashallah, kënaqësie e madhe, me ndjenja, me ngroje të madhe, mirë pa aja nuk re. Aja duhet shumë ja boj zmetin dhe shërbimin, më kujdes nga faktorët anash, djathas, vajtas, që mos me ndiku dhe mos me lanë influencë. Për ndryshe, ja, të gjithë jemi me aty dikun me nivel që në u ka bot dyqysh edhe mekanizëm, ruti, adhurimet dhe ibadetat tonë. E në këtë formë kjo, kur fillon, ja, merë për masa tjera, më ndryshe, e nërë pak vetën, e frenon vetën, fillon me meditu, fillon deri në atë nivel, sa që quhet një grad më e avancuar, edhe cila quhet në gjuhën e shariatit, bëhet uns. Uns, nëse lejohet më kështu me përkthi, është një ndjenjë e ngrohtë mes lidhet ty dhe Allahun xhaleshanu. Fillon me një afërsinë e Allahut. Që sa bukur kjo tash? Këta nuk mund është zhurë, po vlezër. Ti jesh i bindur, jo vetëm projektet fetare, madje dhe projektet e përditshme njeriu, kur do me marrë diçka vendime serioze, duhet më ndalë një qast, më largu prej gjanave, prej jetës dinamike. O vlezër, këshire këto helmët, këto edhe njerëzit janë bo toksin të kash. Ju e dini se njëri kur fillon me thith elme, toksine, ngarkohet shumë edhe nuk e ka energjin, potencialin për me vazhdu mi ballafaqu sfida. Ka nevoj me bo dedoksinin, mi nxirr ato helmet. Edhe ti ki nevoj mi largu pak për rrethit dikan, rri pak me vetën tane. Edhe të fillon tash mu të bëhe këndshëm afrimi. Fillon mo e ndjen afrimin me Allahun xhaleshanu, e ndjen përshpëritjen mes ty dhe Allahut xhaleshanu. Fillon bile nuk bëhet e mërzitshme, bezdisme nëse lut Allahun 100 herë, 200 herë, 300 herë. Kur e keni një harani, një miqësi, një shok me dikan, e ki po nuk e zeton
10 natës me thirë, 12 natës, 2 natës, se kja afërsi të madhe më ata. Ma dje dhe s'di sa eri kërkon kërkesa, e lutje, ku di handra, se afërsia. Edhe kështu fillon ti, fillon raporti mes ty dhe Allahut Dhul Xhelal, kjo të jep vetmia e askush tjetër. Pastaj, sidomos se thash rrethana tona, që është sfidë, po tham, sfidë e madhe për këtë o vëllezër, që na nuk mujmi mi largu diçka të përditshme. Duke nis nga vetja ime, ketë, ndoshta ne ke shëllojme të tjerë, shmangu telefonit, shmangu diçka përditshmërisë, patjetër me dhënë kafe, largoju, mirë po, e kemi edhe sfidë na, vesh t'jesh i bindur. T'jesh i bindur se kjo shumë tyje të avancon edhe të bash pak ma ndryshe, ma i dalluar dhe ma i veçuar. Me një fjalë, ti thuj vetit pak, stop. Frenoj pak veten, bile, kjo kallaballëku si lloj zhurme, lufte, sikur si i thuti, a ban ta bajni armë pushim me tyje me pak? Hajde të heqi njëra për gjithmonë. Pastaj kjo krijon veti një sen që për neve është problemi më i madh. Duke nis nga xhallar, dhe xhamati është e cila është sinqeriteti, ikhlasi. Vetmia e thret ikhlasin. E josh, edhe të pak janë ato që janë në formë publike, kallaballëk mund me qenë i sinqert. Për flak kështu e di, sinqeresh nga thera zemrës, është bë sfidë e madhe, çdo sen është ekspozohet. Nuk ka sen që nuk ekspozohet. Disa me dije, disa pa dije, çdo foto, çdo projekt, çdo sen, e cila deshtëm apo deshtëm na i ngrit sinqeritetin. A nuk ka sen që e ndihmon, që e mbështet, që jep open sinqeritetit sikur se vetmia. Këta e kanë thonë dhe disa njerëz që janë para neve, që kanë qenë burra më të sinqert se na. Ata kanë thonë, sidomos disa të selefit, kanë thonë nuk kemi gjetë dhe një shtyll më të fuqishëm që e ndihmon sinqeritetin se sa vetmia. Kultivon kjo. E ujit sinqeritetin. Në publik është vështirë. Jo rasisht, kër e kam një në njerë me herët një thanje të selefit, ka njerë në fillim davetet thires nuk mush mi perceptu disa koncepte, disa rrëfime, disa ngjarje. Pse? Se të mungojnë këto që qëto do me thonjet. Bile, kur fillon që to tash, ti pak mu avancu dhe mu ngrit, a e dini se dhe ajetet dhe hadithet dhe tregimi që kini me herët, tash kemi thonë, sikur se rapore duke ndëgju këto. Apo një kam dëgju, ama pse s'kam pos qasje, më ndryshe, e kjo të hep tyje. Pastaj, më hiki që ke informat, kër e kam lexuar në maherët, një libër nga Ahmed El Ferit, është një shekhi i Egjiptit, ai tregoi se si njëri du të arruje atë kristalin e mbrëmshëm, sinqeritetin, e këtë çka ka të bëjë me sinqeritetin, e kishte përmend një ngjarje të selefi, në namaz të drekës, në namaz sunet, një nga xhamatit, duke fal namaz, ka fillu me çajt. Ky, që ka qenë ekspert i kësaj fushës të sinqeritetit, se na nuk s'kemi shumë të drejtë me fol mirë, po ja, jemi sprovuar se edhe ndo du të me promovu diçka do vlera, dhe pse na nuk e kemi, po ndoshta dikush për ju është ka prezent, e përvecon këta edhe ban pjesë kulturë dhe shprehit jetës, e ndoshta unë shpresoj me ma një problem. Ky ka thonë, kur e ka pa, dishaj ka thonë, se më nashku neve mena, neve, me pas do kjo, me pas rastis, në mi njerë kishme shiku pak të qysh pozitive, pa e gjetë ata ansorët. A dishaj ka thonë ky? Ta kishte e bota shtëpia, ma mirë ka thonë. Ky thot, po pse? Shqyqur që erë ki motiv për me kajt? Thot, ku shumë garanton dhe siguron se nuk e ka bo për të tjertë. Se ka majta, s'ka djata, s'ka para, ka mbrapa njerëzit. Kush të garanton t'je? Ta kishte bo atje ma mirë dhejz aty. Andaj thuhet, jo çdo kush që falë në shtëpi, vetëm sa i sinqert, se njerëzit që janë sinqert i bojnë vepat vetëm për të Allahut. Ata në vetmi nuk kanë kuna mi bën marketing dhe reklam. Mirë po, kur ti para publikit, jo që e ki, jo sinqerisht, po gjosat janë me lëviz zemra. Çdo kënd, qoftë djathtë majt,
dykon të njeriu dhe edhe i thamë në veti sa dakik, sa preciz janë kanë këto dietarë të shumë. Ja kanë specialista, sikurse mjeku që është specialist, i cili i dimi diagnostizu këto smundjet që kanë aktuale, ato i kanë pas smundjet shpirtërore. Ato më shumë janë shqetësuar me qëtë element, e cila është zemra, ndërsa na me cilën më shumë shqetësohemi që e kena fokusit përditshëm, e kemi stomakun, që është dallimi një plan mes kësaj dhe saj. Ndërsa të dietarët, ju të dietarët, po edhe tek Allahu xhaleshanu, Zoti shikimin, fokusin e ka tek zemra. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allahu nuk shikon në pamjet tuaja, as fizionomin dhe profilin, ai maneken, a ki mashallah i fuqishëm, shkon ban trajnime na për fitness, Zoti shikimin, fokusin dhe duke ka të çkyve në cila quhet një zyre ku miren vendimet. E këto do me shiku Zoti, shka qarkullon këto të ti, qëfar zhur me bat, që do është shumë është rënd, këto loj smundje vinë, smundje nga më të ndryshme, që nga e vogle dhe më e madhe, edhe kjo thith shumë, është interesant, është alergi, është e ndishëm, minjarë e thith, sy e fatësien, kryelartësien, mendjemalësien, gjelozien, edhe pas taj, ka disa rënd është me shëru, vetëm së ta përfitosh. Pastaj, a disa është rënd dhe vështirë mi largu këto elmet, toksinat, sikur të toksinat e trupit. Trajnime, po nuk shërohen. Ata shërohen me dy komponente që edhe të mjekësia, ata ja afrojnë si recept dhe terapi, po edhe fetarisht. Fetarisht, kër kanë vetë një djetar, Ibn Gjozi, ka thonë si me shëru njeri ju vetën e vetë, ka thonë dëgjore, njeri kura i smund, një, ka thonë el-himje, regjimin ekstrem, dijet, thumme utik el ilaq, pastaj tak ilaqin. Sa do që prekuposh dhe konsumon ilaqin, nëse nuk i përbash kuna regjimit, ti konsumon apo kama, i ndyr, ushqime me ndyr, me sheqer, pastaj nuk të ndihmon tyje. Ti merr këto ilaqet, ama si mos mas dijet që është el-uzle, vetmia, këtë na jena kancera, këtë jena toksina njerëzit. Prokupon tyje, 2 sa ta marr. A gja ka mundësi një takim, thot për 10 minuta, 2-3 sa ta merr tyje. E kur ki koti për vetën tane, ku ki prioritet vetën tane, e dhikër, e kuran, e istikfar, e përgjërim për Allahut, e meditim, e të qajtu për Allahut, po me bë kalkulimet e tua me sty dhe Allahut, me sty dhe shoqërisë. Vjes, këto janë vjesë që të mbytën tyje. E duhesh o vlezër, duhesh patjetër me qitë në shinë vetën tane. E kjo më shumë të ndihmon vetmia. Pastaj mos çoroditme, mos ta kuptojmë pak edhe ta keq interpretojmë se kjo element njihet edhe tek disa grupe të devijuara. O gjota sa më shkuna për shpellun atje edhe mu izolua. I dërguar Allahut, Allah i ka përgatit para se mu bë pejgamber. E dini që ka përmendur për hadithet të para të librit në Buharit, pas innamal a'malu binniyat, babul wahid, kaptina dhe kapitulli që fol për shpalljen. Si tregon vetë Aisha që i dërguar Allahut para se mi ardh shpallja, filloi dërguar hubbi bejlela al-khawlwa. Filloi me u bë dashur vetmia. Edhe çka? Shkonte atje në shtëpi. Se kallabullik nuk mundesh me meditu mirë, me bë çasjen e mirë. Mi bë zgjedhjet e mira. Ke nevojë më largu pak me zhurmë mos atje. Edhe prej larg ishte gjanat. Shka të ndodh me ike? Shka bojnë këto njerëzit me këto budallakia, me këto lajthitje devime, me këto veset këqija? Edhe qëndroj ke ka transmetime një 2, 3 dit me dit të tëra, ma dje her pasere mërë të ushime vetë, ose khatijgja se vje. Gjithmonë, e atërë mërë ka të vendimet, kjo quhet ajo stërvitja para pregaditja. Jo vetëm kështu vëllezër, po dhe shpyt një ato shka janë mjekt, në salën e operimit, kur e merë një punë serios me ba operim, pacientin, ama do nana pacientit, jashtë, jo nanën, jo burin, e vllajnë, këtë kanë se pranon. E as kolegët e vetë, e mbyll dherën, se e punë serioze, tu qëtësi, nuk baltu në shumë këto operimet punët serios. Po vëllezër, po feja jonë, fetarllëki jonë, imani jonë, imazhi jonë,
formimi jonë, po duhet pa tjetër mu vequ dhe njerë. Pa tjetër, për me reflektu o vlezër, se për ndyshe nuk mund t'ja dalim do t'as njerë. Andaj, ta keni në fokus vetmijën, e cila në shumicën e rasteve, sikur që thash, shumicën e rasteve është toksinë e vete, i cili i shkakton të lashe dhe ngarkes. Zatën e të ngarkum. Edhe për ta nuk kam bët vështirë të randa adhurimet, ibadetet. Mos mendoni se adhurimet janë të randa, namazin natës, 33 qatë, leximi i Kuranit. Kur e ke zemrën të randë, edhe një gjë e vogël duket ty e randë. Ama kur ta bësh refresh, ki pa telefonin, atë kompjuterin, aja pranon projekte, zbret çka të dushti, fare nuk e nin. Zemrat e smund nuk e pranojnë një gjë të tillë. Edhe sikur që thash, kur të murësh, a disa vështirë është me shëru dhe me kurrë zemrën. Hasedi, inati, Maria, këto po të gjetën, vështirë është. E keni ndëgjuar këta ditë, po, tjetë ku le të shërbeje pak si rikujtim edhe për vetën për juve, që ka thoni dërguar Allahut, tash do të futet në xhami një person i cili është nga banori i xhenetit, të gjithë s'ka ishin pranishëm, sikur se ju qeni tash e keni drejtu kajin ka une, edhe kanë kthy duke shikuar kush ai person i cili po futet në xhami që është banori i xhenetit. Pasi kanë shikuar ka qenë njëri thjesht, i cili ndoshta s'ju kalon për shtypje fare aty, ktyve. Edhe njëri prej atyre që ka qenë prezant Abdullahi, thot kam për ta përcjell. Edhe kam për ta ndjek. A thua vallë çfarë punë dhe projekti ka bë, që e ka merituar këtë dëshminë e Resulullahit për zhalli, derisa e përcjella te shtëpia, edhe shkova i trokila te shtëpia, edhe i thash, unë jam filani, kam nevojë më bë konak një 2 ditë apo 3, e pranon, sikur që është zakon dhe kulturë besimtarit, e pranon çdo kush i cili ka dëni hall, duke mos e pyetur fare çfarë halli ka. M'falni, e më pastaj ka çudru një 2 ditë, është mundu me atë vetën, është lodh, është përpiq, a thua vallë çka ban ki diçka ekstra, apo diçka sekret që ky e meritoi këtë dëshminë e Resulullahit banor xhenetit, edhe në fund erë me konkluzën, nuk mujt ta fare me gjet. Edhe në fund thot, para se të shkojë thot, dëgjoj thot. Unë erdha tek ti, po e kam pasur një hall tjetër. Ajo që kam ka shtyr për marrë tek ti, se kështu kam dëgjuar me gjuhën e Resulullahit se ti banor xhenetit, e doja ta di a thua vallë me çka ke merituar këtë aty. Edhe thot, a munove me shpalos, me zhvullu prej meje diçka? Jo, tha. Gjanat që ka të mbrënd që nuk shpalosën. Ata ka një umbredh mbrenda që nuk le, edhe pse e reflekton. Kështu me ndjenja. Ama njerëzit kanë qenë kështu me po, optik me sy. Thot, a mujtë me vërret? Tha, ja. Thot, edhe vërtet që ashtu është. S'kam bërë diçka ekstra. Çka bani ju dhe une farës. Veshë një gjë, thot e vajune. Une kur vite kështrati me flet, që është fundi, termini fundit, pasaj ditës, une nuk jam menoj as kujt të keqen. Une nëse ka dënet keqen, një atje bajt delet. I fshi. E këtë tjetëri sahabije ka në gjutë qëta që du me thënë, ka thënë, ha dhe ledhi belek të bik, me këta që ka kja rrit, la në tik, na nuk kena mundësi me ma. Nuk o dhe let me largu smundjen, inatin, gjelozien. Let pranohet, na në shmëshëru. E na kena nevoj. Smundjet më të mëdha që janë në umet, janë smundjet e zemrës. Që është një betejë dhe luftë dhe sfidë e madhe. Po, për sfida më të mëdha kjo është. Andaj nuk ka shërim më i mirë për me bë kthes vetën tonë. Na kena nevojë. Na lakmojmë për ditët e para që kena pas, mashallah, ka qenë fetaria jonë e ngritur, lakmushme, madje unë kisha dhënë çmosune vetëm ta kthejat, ama ajo nuk është me dëshirë dhe me deklarata. Ajo është me vendosmëri të çelik bile, ama do të me investim. E kjo është. Për më u largu, do pak investim. E dikush kur kam përshkruajt me disa fjalë, jo, ta përmend edhe fjalën e Ibn Qayyimit, i cili e ka thënë, zemra i ka disa trishtime, wahshe, disa mërzia dhe piklime. Nuk hek këto piklime vetëm kur fillon mu vetmu me Allahun xhaleshanu. Aja fillon mu izolu dhe mu shkrim nga vetja. Edhe fillon me kultivu edhe ujit vetmijen. E kjo vetmija fillon thot me prodhu me opat frytin e cila keq aja është unsi. Aja komunikimi ngrot mes ti dhe Allahun, që sot njerëzit nuk e kanë. Asë një minut nuk mund me bë dua. Pse se
nuk ka që ngrohtë, nuk e ka atë oreksin apetitin. Për me bë muhabet, për me ambe çfarë apetiti ka. Mirë, po komunikimin me Allahun e ka rënë, edhe fillon çka nuk i bëhet. Edhe thot ky. Mundoj dhe përpyet me bëhet që ta çka po ta përshkruaj ju, le thot. Nëse shef vetë se më shumë lakmon dhe ki knaci ku është në turm, kallaballëk, edhe nuk e do vetmin me Allahun, di mirë ka thonë se ti nuk je kandidat potencial më kanë mik i Allahut. Kjo është shumë e rëndë është. Unë nisi këtë vetja ime. A disa rëndë? Ti nëse do më bo mik i Allahut, evlia Allahut, robi Allahut, e të taglloj devotshëm, ti do të më shkoll veten, a më shumë takonet në kallaballëk ka kurien vete. Kjo është fikse dhe për neve. Provoj dhe ti duke të rëndë, ti shprovoj çfarë ndjenja ka shpirti, çfarë knatësie ka. E ka për dietarët e cilët e kanë pas këtë vetmijen, terapi të përditshëm. Nëse s'mund është përditshëm, të paktën një javë, po s'mund është një javë, një herë mujt, jo një herë mujt, një herë në vjet, po jo një herë në vjet, një herë në imër vëllazër. Se kjo do të thonë disa çaste dhe momente të vetmohesh ti pak me ty dhe Allahun, edhe të prekupohesh me veten tënde. Le të jetë kjo dhe dhikër. E ki për shembull hyrë, agent përditshëm, me lexu 5 faqe Kur'an ditë, shembull. Të paktën vetë lexoj. Pas dietarëve e kanë shëruar veten me këtë komponent. Na kanë të la pas raste me takun i hoxhit, i cili unë se kam po, por e kam dëgjuar për atë hoxhën se ky e ka pas përditshëm këtë. Jo përditshëm, po që shpesh e ka pas, mos atë proj. Sheikh Hussein Jakupi. Hajer pasere ka shku na për disa varesa, ka bo grop si var edhe e ka fut vetën mrejna. E ka fa një nefës, jo vete e. Si po duket, më kanë që i vdek. Ja Rab, ja lejteni. Ja u kerrir, atë këthejnë edhe njerë në dunjo, edhe t'ja besat i vetës. A disa të një mon kjo t'yje. Ti mblon pak në ashtasi sufizën dhe disa. Mi po më thash, i dërgura Allah të ka pas këta, para pregadite, para se mu për pegamerë. E ka pas edhe në 10 meqen e fundit, natën e 4. Po kjo dhe reflekton e vëllezër, shumë kjo reflekton. Pa nuk ka thonë një prej sahabi i cili thot, kam shku njërë të shtëpia Rasulullahit. E posh duke fal namaz. Falte namaz, ndëgjova ato dënesat në sejtë dhe duke po pejgamberi, sikur që van uji që vlon. Ajo nuk vjen për njerë ajo. Ajo vjen me duke instalu kësi gjana qëre. Ajo se nuk vjen për njerë ti me kajt me njerë, për njerë më kanë i devotshëm. Duhet to para pregaditje, këto stërvitje shpirtërore dhe hynore. Këto të ndihmojnë tyje. Andaj duhet më aboti një qas vetës, ban shka ban, pa njerë njoft pak të në tetën, një 15 minuta, so pa tetën një, 15, ama larguna për tjerëve, baj dhikër, vetëm unë edhe Allahu Gjeleshanu. E baj dhikë Kur'an, e baj meditoj vetëm për vetën tonë, për të mirat e tua, që sa të mirat Zoti ne i ka instalu neve. Pa kja nuk ja vlen, imagjinoj ti thush vetës, po mos ta kisha unë vetëm syrin. Ti vetëm ta do të me menuti edhe mu vetëm ty, me Allahun Gjeleshanu. Let na shërbeje që ki komponent, mos ta zga se do të më dhonë edhe vllajt, kolegës hapësirë, po pjesën e dytë shkurt, as 2-3 minuta, e dyta ajo që të ndihmon ty është edhe meditimi, reflektimi. Mos ti po gjonat të thjeshtme të zakonshme. Vetëm një jetë në këtë kontekst, inna fi khalqis samawati wa ikhtilafi al-layli wan-nahari. Inna fi khalqis samawati wal-ard wa ikhtilafi al-layli wan-nahar. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Edhe kjo ka të bëjë me të dërgurin e Allahut, i cili thot Bilalli e ka pas zakon dhe shprehi, para se me thirë zanin e sabat, trokitet e dera e Resulullajt, se shtëpia pejgamberit ka qenë në gjithë me xhamien, edhe ka pas kulturë dhe shprehi, i ka mshu derës për me zgju Resulullajn për në namaz. Jo që ka pas nevojë i dërguar Allahut, po sahabët dashiren, flak që kanë pas shumë dhe i Resulullajt, kështu e kanë pas qef, mu taku dhe ka trokit dorë në derë. Kur e ka pas duke fal namaz? Shkon e thirë zanin, sërish kthehet kur e sheh akoma ka vazhdu pejgamberi duke fal namaz, mirë po, e ka po duke fal namaz edhe duke qajt. E përfundon namazin edhe i thot, ja Rasulullah, je ka qajt, ti ka fal gjunat Allah të kaluarat, edhe nëse eventualisht i ban të ardhmët, e i dërgur Allah të thot, te këto është e pojenta që du me përqu si mesazh të fundit,
ka thonë, më kanë zbrit 2 ajete që e lexova pak para juve në surën Al-Imran, në krijimin e qielleve edhe tokës, në ndrimin natës dhe ditës, tu ka fakte, argumente, dëshmi dhe provë për ata që kanë mendje dhe logjik dhe arsye. A që ka mahnitet, metet pa tekst, si e ka ba Allahu qiellin, tokën. Çdo moment, çdo ditë nuk bëhet e plasaritja mes natës dhe ditës. E pastaj vazhdon ata tuk argumente dëshmi për ata që kanë logjik dhe kanë mend që përmendën Allahun në kam e ulur, edhe kushtrien, meditojnë në krijimin e qiellit dhe tokës, tonë Zot s'ke kriju këto bosh, më ka zbrit këto 2 ajete, mirë për ata që e lexojnë edhe nuk meditojnë. Na lexojmë. Ne shohim disa fenomene edhe nuk meditojmë. Ai shkosh më e dhimbshmja, neve më shumë na le përshtypje kur e provon njeriu dhe një iPhone edhe munot me reklamu për atjerve. Po çfarë iPhone i ri ka dalë tash 14, 15, mi janë duke i treguar ato performanca, duke i treguar këto gjërat. Ki po çfarë makine prototip. Nuk i le përshtypje që Allah i ka kriju qen, shikoje që të mahnit, po nive nuk ka bëhe zakonshme. Andaj kena nevojë një kthesë pak më ndryshe, ti shoh me një këndje, me një qasje më ndrysh. Allah në ngjall zemrat. Allah në fal gjunat me dije dhe pa dije. Allah në kthjell ka e mbara. Kërkoj ndjes ndoshta të prova, ndoshta edhe zgata, po besoj që dhe njerë dalin rres asaj që kena përcaktu, edhe njerë Allah i vashpërlef durimin që bajt sabër më ndëgju, ndërsa lutja ju në fundit është Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, ndërsa paqja dhe mëshira qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij, se me të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Pra pas falënderimit Allahut shfrytëzoj rastin që t'i falenderoj hoxhallarët e kësaj xhamie edhe xhamatin e ndershëm dhe të bereqetshëm të kësaj vatre të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu edhe t'i përshëndes edhe vëllezërit të cilët kanë ndarë prej kohës së tyre që të vinë edhe të mësojnë diçka prej asaj që na ka mësuar Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu Allah shpëleft edhe paraforsin Hoxha Yusuf për fjalët e tij të ëmbla me të cilët na i freskoi këto zemra, të cilët më vërtet kanë nevojë që të freskohen. Madje edhe hoxhallarët të cilët përgatisin ligjërata, hoxhallarët ndoshta janë ata që më shumë tin dëgjojnë ligjërata, pasi që për të përgatitur ligjërata patjetër e ke që fletosh diçka ose të lexosh ose të dëgjosh diçka. Për këtë arsye, gjatë përgatitjes ligjëratës, më së pari ai i cili përfiton është ai i cili e përgatitet. Më pastaj pala tjetër është pala e cila ndëgjon. Tema për të cilën dashtas që sot të flasë dhe të ndajmë diçka prej asaj që kemi lexuar edhe kemi ndëgjuar, është një temë të cilën ndoshta nuk është fokusi jonë për momentin, mirë po tash ne gjithë e kemi të i kaluar gjysmën e Ramazanit, vetëm se jemi në gjysmën edhe e kemi shkelur atë pragin e kalimit të mesit të këtij muaji të bereqetshëm. Pyetja është çka mbas Ramazanit, sepse është duke u afruar fundi i Ramazanit. E kemi të i kaluar gjysmën, edhe çdo njeri prej neve kur ka hyrë këtë muaj të Ramazanit i ka pat ato synimet e veta. Do lexoj çka shfaqje Kur'an. Dikush që nuk din lexoj Kur'an, ndoshta ka me lexuar në gjuhën shqipe Kur'anin. Dikush tjetër ndoshta ka thonë ka me mësu gjermat e Kur'anit, ndoshta ende nuk i ka mësuar edhe 10 gjerma, ndërsa e kemi kalu 1500 e parë. Të gjithë kanë hyrë në Ramazan me synime. Dikush synimet i ka pat më të larta, dikush i ka pat synimet më të ulta. Mirë po secili prej neve në fillim i ka pat ato qëllimet e veta. Mirë po tash është koha ta shohim a jemi duke shkuar në realizimin e këtyre synimeve apo kemi ngecur, apo kemi mbetur mbas, nuk i kemi arritur që t'i arrim ato synimet tona gjatë muajit të Ramazanit. Pra me qenë se jemi në muajin e Ramazanit, i cili është muaj i fillimisht muaj i Kuranit, muaj mëshirës, muaj sidomos muaj në cilën njerëzit më shumë t'i e lexojnë edhe japin hovë leximit të Kuranit. Mirë po ku jemi ne? A kemi ngecur me ato faqet tona? Apo kemi, më thënë, jemi në kuadër të atij plan programit të cilin e kemi vënë përpara Ramazanit. Pra qëllimi një këtë ligjërat të shkurtër të kësaj tribune do mundohemi që të fokusohemi në çështjen e asaj se çka mbas Ramazanit, ose cilët janë ato pengesat të cilët neve nuk na lën që mbas Ramazanit të bëhemi më të mirë se sa çka kemi qenë përpara Ramazanit.
Objektivi kryesor i agjerimit çka ishte? La'allakum tattaqun. Ajetin çka supozoj se të gjithë e kanë dëgjuar gjatë muajit Ramazanit. Pra, në fund të ajetit thot Allah subhanahu wa taala, ashtu që të bëheni të devotshëm. Pra, ky Ramazan, çka Allah subhanahu wa taala na e ka obliguar neve, objektivi kryesor nuk është as dieta, nuk është domethënë të çështjet tjera, por se objektiv kryesor është të bëhemi të devotshëm. A kemi arritur devotshmëri në këto dijavët e para? A jemi veshur me petkun e devotshmërisë, të cilin Allah subhanahu wa taala ka thënë wa libasu taqwa dhalika khair. Petku i devotshmërisë është më i xherit. Më i miri se petku i devotshmërisë s'ka mundësi. Vishu me çka të vishesh. Vozit çka të vozitish. Petku më i mirë me cilën njeriu zbukurohet është petku i devotshmërisë. Wa libasu taqwa dhalika khair. Mirë po ka pengesa të cilat neve na pengojnë që të bëhemi më të mirë mbas Ramazanit. Tash vetëm se jemi duke e pa fundin e Ramazanit. Kaloi gjysma. Mirë po çka na pengon neve? Cilët janë ato probleme të cilët ne ndoshta do i hasim mbas këtij muajit? Çështja e parë është atë të cilën edhe përmendi Hoxha, është problemi të cilin ne kemi me sinqeritetin në veprat tona. Sinqeriteti është vepër e cila nuk është e dukshme. Ne mund përpara tjetrit, përpara njerëzve tjerë të shtiremi se jemi të devotshëm, se jemi të mirë, se jemi kështu edhe jemi ashtu. Mirë po realitetin tonë e din vetëm Allah subhanahu wa taala. Mund ta mashtrojmë në njëri tjetrin me pamjen tonë, me veprat tona të dukshme, me sadakan tonë, me sakrificën tonë, me buzëqeshjen tonë. Mirë po realisht se si jemi ne në zemrat tona e din vetëm Allahu subhanahu wa taala. Pra sinqeriteti vëllezër është forca shtytëse e besimtarit. Mungesa e sinqeritetit në Ramazan padyshim se ka me reflektu edhe mungesë të sinqeritetit edhe pas Ramazanit. Sinqeriteti e rrit zellin për ibadet. Pra nëse njeriu ka mungesë të zellit për ibadet, kjo tregon se ka diçka, ka një fat problematike njeriu me sinqeritetin. Ne kemi mjaft, sikurse edhe përmendi edhe Hoxha, kemi mjaft apetit për me hangër. Edhe ndoshta krejt muhabeti mas darke është muhabeti i të hangërmes, para iftarit edhe pas iftarit, ose kur shkojmë në për restorane, ishte buka ashtu, ishte kështu. Mirë po, a kemi apetit edhe a kemi zellën për ibadet? Kjo është e cila neve duhet të na shqetësojë, edhe mungesa e zellit edhe mungesa e vullnetit për ibadet, kjo tregon për një problematik tonë e cila lidhet me sinqeritetin në zemrën tonë. Edhe s'ka mundësi që ne mbas Ramazanit bëhemi më të mirë, nëse nuk kemi dituri sheriatike, nuk e dim se për çka jemi duke agjëruar. Se për kë jemi duke agjëruar. Sigur se edhe vetë Allah subhanahu wa taala ka thënë: "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Edhe ata nuk e madhëruan Allahun me madhërim si duhet. Edhe çdo njeri i cili është i mangët në hakun dhe Allahut, ki nuk e ka madhëruar Allahun me madhërim ashtu sikur se takon Allah subhanahu wa taala. Parashtrohet pyetja, ne me leximin tonë të Kuranit, a e madhrojmë Allahun ashtu sikur se duhet? Me namazin tonë të cilin ne e falim, a e madhrojmë Allahun ashtu sikur se duhet? Me teravijat tona, dikun të ngadalshme, dikun të shpejta, a e madhrojmë Allahun ashtu sikur se duhet? Apo jemi të mangët në ibadetet tona? Pra kjo kthehet tek ne. Pra s'ka mundësi që ne të bëhemi më të mirë mbas Ramazanit nëse jemi të mangët në aspektin e njohurisë sheriatike. S'kemi njohuri për Allahun subhanahu wa taala sa duhet. S'kemi njohuri për kërkimin e shpërblimit, të agjerimit, kërkimin e shpërblimit, të namazit, të teravis, ose normal, fillimisht të farzëve kështu me radhë, edhe më pastaj vinë këto pasoja të cilat ne i shohim ajo është mos avancimi ose mos përmirësimi jonë mbas muajit të Ramazanit. Pra, ndoshta çështja kryesore këtu është mos leximi, se nuk jemi njerëz leximit. Ndoshta ka qenë muaji Ramazanit gjatë muaji vetëm në të cilin njerëzit e shfletojnë librin e Allahut. Ku kemi qenë në 11 muaj më herët? Pse kemi qenë për atyre të cilët e bojkotojnë librin e Allahut? Jo në mënyrë vetëdijshme, pa vetëdijshme, na merr ndonjëherë dunjoja përpara edhe na shkalojmë librin e Allahut subhanahu wa taala. Problematika e leximit. Pastaj problematika e leximit jashtë librit të Allahut, jashtë librit të Allahut subhanahu wa taala, jashtë Kuranit.
Pra librat për shembull sikur se janë librat e sunetit ose librat e ndryshëm të cilët dietarët për ka i kanë shkruar që ne të përfitojmë, që të mësojmë diçka prej përvojat atyre, që të lexojmë për historitë e atyre të cilët kanë kaluar, gjenerata e hershme e besimtarëve, gjenerata e sahabëve, tabiinëve, dietarëve kështu me radhë. Është një problematikë tani. Kur jemi te leximi, këtë kemi ne si pikë të dobët. Nëse i thush dikujt, po pse bese lexon një libër, ta lexosh prej në kapak deri në kapak, prej fillimi deri në fund. Thot a bëhet që më vjen xhumi kur lexoj. Duket këtë problematik, se dim ndoshta vetëm ne si popullat e kemi apo e kanë edhe popullata të tjera. A kemi diçka në atë ADN-n ton pak problematik me xhumin, çdo herë thot kur e shfletoj librin vjen xhumi. E marr Kur'anin vjen xhumi. Vin ligjërat vjen xhumi. Çka puna ne? Aq punojmë, aq lodhemi tepër ne. Çka na vjen xhumi, normal, me respekt ndaj atyre vëllezërve të cilët i kanë punët e vështira, edhe normal, ju vjen xhumi në rastet leximit ose në prezantimit e gjërata, mirë po, është një problematik. Se nëse ne nuk lexojmë, si kemi me forcuar këtë imanin tonë. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, thot Allah subhanahu wa taala surën Al-Anfal. Besimtarë të vërtetë janë ata të cilët kur ju përmendat të tyre Allahu ju rënqethen zemrat. Wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imana. Edhe kur ju lexohen ajetet tona, ju shtohet imani. Ana shtohet imani edhe me leximin e Kuranit? Ana shtohet imani me ndëgjimin e Kuranit, apo Allahu na rujt ndjejmë ose ka për njerëzve të cilët ndjejnë neveri prej fjalëve të Allahut subhanahu wa taala, Allahu na rujt. Prej pengesave të cilët na pengojnë neve, po ashtu pas që të bëjmë më të mirë pas muajit të Ramazanit është edhe lidhja e tepërt të zemrës me dunjan. Pra e tillë zemra. Për ato edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që gjithmonë ta lutim Allahun xhallahu ala, edhe ta lutim edhe themi o rrotulluesi zemrave, rrotulloj zemrat tona në dinin tënd. Këtë gjithmonë, pa marrë, mos ndjej shumë siguri në veten tonë. Mos thuj se unë i kam bërë kaq vite stazh edhe përvojën islam, edhe unë nuk sprovohem me sprova. Mos e ndjej këtë siguri, sepse s'ka siguri, ka pat prej njerëzve të cilët ndoshta me vepra kanë qenë shumë më të mirë se sa ne, ndoshta në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka pat prej atyre që kanë qenë shoqërues të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mirë po ka prej tyre të cilët kanë devijuar. Për këtë arsye mos ndjej njeriu siguri në veten e vet se unë nuk devijoj mbas kësaj. E kam gjithë këtë përvojë unë në islam. I kam bërë gjithë këta vite unë në islam edhe s'devijoj. Mos e ndjej këtë siguri. Sërish lutë Allah subhanahu wa taala që të mbajë në këtë rrugë. Për arsye se kur njeriu i lidhet zemra tepër për dunjan, paksohet brenga për ahiretin. Edhe e kundërta. Sa më shumë që rritet brenga yte për ahiretin, paksohet brenga për dunjan, edhe stresi për dunjan, depresionet, këto smundje të cilët janë ndoshta me përsa i përket terminologjisë janë treja, mirë, po gjithmonë kanë qenë këto gjatë historisë. Fakti se s'këndit njerëzit i thojnë depresion, edhe stres e kështu me radhë, s'do me thonë se këto nuk kanë ekzistuar në kaluarën. Mirë po ka për shumë për njerëzit të cilët me dhikrin Allahut, me dinin Allahut, i kanë shëruar këta problematikat të cilat janë problematikat të brendshme të imanit tonë. Pra mos ndjej njeriu se unë jam i sigurt, unë s'devijoj, unë edhe unë. Gjithmonë folën vetën e parë. Veta e parë, vetëm ai edhe ai. Pra mos ndjejmë shumë siguri. Për këtë arsye çdo herë kur na shtohet derti jon për ahiretin, paksohen dertet e dunjas, paksohet dhimbjet e dunjas. Po ashtu e pengon njeriu prej përmirësimit që të bëhet më i mirë pas Ramazanit, edhe ndoshta ndonjëherë edhe problemet, të cilët janë problemet që janë problemet të natyrës së zakonshme. Secili prej neve i ka ato belajat edhe dertet që i ka në shtëpinë e vet, dikush është provuar në familje, dikush është provuar në pasuri, dikush në shëndet e kështu me radhë. Mirë po ndonjëherë problemet të cilët ndoshta edhe paraqiten në Ramazan. Sidomos koha në të cilën shumë prej njerëzve ju mungon kofeina, disave ju mungon nikotina, edhe kur vin koha e iftarit pëlqet. Ndaj kujt?
Pikërisht ndaj njerëzve të cilët duhet të jenë njerëz më të dashur të atij. Ndaj kujt? Ndaj atyre të cilët atij ja përgatisin bukën, ja lajnë petkat, edhe për kujdesen që ai del prej shtëpie, edhe të kthehet në shtëpi dhe ta mirëpresin. Edhe pastaj çka? Pastaj këto janë zemra, lëndohen. Zemrat lëndohen. Edhe pasojat e saj ndoshta edhe i kemi me i pa edhe mbas Ramazanit. Çka? Mos ruajtja e gjuhës. Që njeriu të bëj sabër në këtë muaj. Pa, a themin e muaj sabrit, ku jemi ne me sabër, me gojen tonë, pra nuk agjeron vetëm ky lukthi jon, mos shtim gojë diçka, goja jon. Po ku është agjerimi i gjuhës tonë, që mos flasim sende me të cilët ne hidhrojmë Allahun xhallahu ala. Ku është agjerimi i gjymtyrëve tona, i kamve tona mos ecin haram, dora jon mos preken haram, syri jon mos shikojnë haram, ose veshi jon mos ndigjoj haram. Ku është agjerimi i këtyre sendeve të cilat i përmenda? Apo fokusohemi vetëm atë mos shtim diçka në lukt, kjo më me rëndësi, mos shkojë diçka për te fytyt. Kjo fokusi kryesor i shumë njerëzve. Madje edhe shumë emisione, çka i shohëm në për televizionet kombëtare, fokusi kryesor i atij muhabetit, çka me hangër malet, çka me rujt veten tonë, më thënë krejt fokusi çka? Fokusi vetëm te lukthi. Sigur se edhe përmendi hoxha, në mes barkut edhe zemrës ka vetëm një plan, nuk ka shumë. Pra dikush, minkum me yuridu l-akhira, minkum me yuridu d-dunya, minkum me yuridu l-akhira. Ka prej jush të cilët e duan dunjan, ka prej jush të cilët e duan ahiretin. Pra, këto janë dy lloje njerëzve, dy lloje kategorive të njerëzve në dunjan. Dikush ka me i dhanë përparësi dunjas, dikush ka me i dhanë përparësi dinit Allah subhanahu wa taala edhe ahiretit. Shoqërimi me njerëz të mirë, si në Ramazan, po ashtu edhe pas Ramazanit. Ka për njerëzve të cilët gjatë muajit Ramazanit mundohen edhe i shohën falen saf me ne, ndërsa mbas Ramazanit më kur s'ke me e pa ato. Një pauzë ka me e bën një pauzë 11 muajshe. Ndërsa njeriu ka prirje që ndikohet prej atij me të cilën ai aty afërrin. Edhe hujet, edhe të folurit, nëse rin me një të varët, edhe ti ke me thonë, a je majër, a nuk je majër. Nëse rin pak me gjatë, edhe në të folurit tënd do ndikohesh. Edhe në tabiatën ndikohesh për njerëzve të cilët i ke përreth. Pra njeriu Allah subhanahu wa taala e ka krijuar të tillë. Pra ka njerëz të cilët janë njerëz me ambicie të ulët. Thot, apo vetëm ta kaloj këtë Ramazanin, ti fali barem gjysmat e taravijave, dikush me 8, dikush me 10 rekat, dikush me 20, thot s'pakti barem këtë gjysmën e Ramazanit ta kaloj edhe e konsideroj se ka qenë Ramazan i suksesshëm. Pra njerëzit të cilët kanë ambicie të ulta është problematike. Ambicjet tona duhet të jenë të larta. Andaj edhe shoqërimi me njerëz të cilët nuk kanë ambicie të larta, edhe neve ka me na lanë, si me thonë, me një deregje edhe me një shkallë sikur saj. Pra, ka njerëz të cilët mjaftohen vetëm me farzët, ka njerëz të cilët nuk shojnë asgjë. Është synimi jon që tash jemi në mes të Ramazanit, është synimi jon që ne pas Ramazanit ja agjerojmë edhe 6 ditë. Këse është prej suneteve të forta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose prej atyre të cilët gjatë tën vitit nuk prezantojnë në ligjërata. Po nëse nuk jemi në leximit, nëse nuk lexojmë, edhe nuk jemi në dëgjimit që të ulemi pak, ta lodhim pak shpinën tonë dhe këta gjunjtë tona, nëse nuk jemi prej këtyre kategorive atër, si kemi me shtuar këtë imanin tonë, si kemi me i përmirësuar zemrat tonë, nëse nuk shoqërohemi ne me vëllezër, prej të cilëve nuk na lidhen ndoshta ndonjë interesi kësaj dunjoje, na lidhen fakti se kemi qëllimet e përbashkëta. Cili janë qëllimi i përbashkët? Ta takojmë Allahun subhanahu wa taala duke qenë ai i kënaqur me ne. Kjo është ai. Wa man yudkhilil jannata faqad faz. Kush i në xhenet ai ka shpëtuar. Kjo është synimi jon final. Kemi edhe synime tjera në dunjë. Mirë, po qëllimi kryesor joni është që të kënaqim Allahun subhanahu wa taala. Për këtë arsye, edhe njerëzit, shoqërimi me njerëz të cilët i kanë ambicjet e ulta, padyshim se edhe ato kanë me ndikuar që edhe ne të kemi ambicje të ulta. Po ashtu edhe mos pasurit mbas Ramazanit, që tash bëhet plani se çka mbas Ramazanit. Pra mos patja e qëllimeve të cilët janë qëllime qarta,
në jetën tonë. Pra ka shumë për njerëzve të cilët e nisën një punë mbas një periudhe e lënë. Thotë kjo s'kona për mua. E nisën diçka tjetër, kjo s'kona për mua. E njëjta edhe në dinin e Allahut. Ka për njerëz të cilët nëse bëjnë fjala për çështje dunjos, i jep zor aty. Mundohet maksimum. Mirë po, qëllimi për sa i përket dinit të Allahut subhanahu wa taala. Kur jemi ne te falja e namazit, edhe kontinuiteti në faljen e namazit. Sepse jemi Ramazan jemi musliman gjatë jo vetëm Ramazan, po gjatë tërë vitit. Pra duhet me pat kontinuitet në namazin ton. Kontinuitet sidomos në në farzën e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë vepra më e dashur te Allahu është ajo e cila është e vazhdueshme, edhe nëse sa pak. Mos e ndal atë të cilën e ke si synim në jetën tënde, ose si lexim Kuranit, gjysmë faqe, ose një faqe në ditët, nëse s'ke mundësi të shtosh diçka, mos e ndal, edhe nëse sa është pak. As mos u ndiko prej tjerëve, të cilët as pak nuk e hapin librin e Allahut, ose nuk janë të namazit e kështu me radhë. Për këtë arsye kanë thënë dietarët, nëse krahasohesh për çështjet dunjos, krahaso me ato të cilët janë nën ty. Ndërsa për çështjet e ahiretit gjithmonë krahasohu me ata të cilët janë mbi ty. Me njerëzit e devotshëm, me ata të cilët edhe vazhdimisht xhallarët u përmendin nëpër ligjërata, gjenerata e sahabëve si kanë qenë ato, si ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dikush mund thotë, aba i dërguari i Allahut ka qenë. Mirë po sahabët, kush kanë qenë prej mishje dhe prej gjaku, edhe i dërguari i Allahut prej mishje dhe prej gjaku, njëri sigurisht se ne. Kush kanë qenë ato? Si ka qenë jeta e tyre? Si ka qenë kontinuiteti i tyre në ibadete e kështu me radhë. Po ashtu, edhe problemet e vazhdueshme ndonjëherë neve na pengojnë si në Ramazan, po ashtu edhe pas Ramazanit që të avancojmë. Edhe tham, ndonjëherë është pengesë edhe familja, problemet familjare të cilët ne i nxisim në Ramazan, pastaj pasojat i shohim edhe pas Ramazanit. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna. Edhe dine se pasuria edhe evladi juaj janë sprov për ju. Edhe thot Allahu xhalla wala, a hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. A mos vallë menduan njerëzit se do të thonë besuam edhe mos provohen. Pyetje retorike. Përgjigja i dihet. S'ka gjasa që ti si musliman, ti si namazli, agjërues, s'ka gjasa që mos kesh belaje edhe probleme në këtë rrugë. Këto belajat edhe problemet janë shoqëruese në jetën tonë. Allahu na bën me dije, ma mendoj njerëzit se s'kan mos provu. Kanë me thonë besuam edhe kemi qenë njerëzit më të rahatshëm, po në aspektin shpirtëror jemi më të rahatshëm. Kur na godet ndonjë musibet, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, te Allahu jemi dhe do kthehemi. S'ka dikush si musliman i cili i menaxhon më mirë musibetet. Se ndoshta besimtarët, muslimanët janë cak i krejtëve tash. Ndërsa besimtarët janë ata të cilët në aspektin e njerëzimit janë njerëzit më të shëndosh në sipërfaqen e tokës. E prej kajt vjen kjo? Vjen prej mësimeve të Allahut subhanahu wa taala dhe mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu edhe edhe ne gjatë muajit Ramazanit ndonjëherë edhe teprojmë me ushqime. Mirë po rrallë e teprojmë me ibadet. Ndoshta dikush nëse një ditë i ka fal 20 rekat, i duket asot kombo një punë madhe, edhe bile madje thot, edhe e kom tepru. Ajo që ka është në Kur'an edhe Sunet nuk është tepris, këtë ta kemi parasysh. Tepric është ajo në të cilën nuk ka qenë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam edhe nuk kanë qenë të shokët e tij. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Edhe nëse ata besojnë, sigur se keni besuar ju, pra sahabët. Nëse ata, jo besimtarët, besojnë sigur se kanë besuar sahabët, faqad ihtadaw, ata janë të udhëzuar. Edhe ne nëse jemi sikur se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ne jemi të udhëzuar sikur se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra ta ushqejmë veten tonë me çka? Për me bukë nuk them hiç. Nuk them se s'ka nevojë që tregoj se secili prej juve personte e din me një se çka ka me hangër shtëpinë e vet. Këtë e dini më mirë prej krejtëve. Mirë po ta ushqejmë veten tonë me ibadet. Kjo është ajo e cila neve na mungon, ibadetet i dim, çfarë ibadete. Mirë po nuk është puna se çka dim, puna ose çka veprojmë. Krejt i dim se çka duhet, mirë po a jemi prej atyre të cilët i veprojmë. Për këtë arsye s'ka mundësi që me ardë përmirësimi në zemrat tona,
nëse ne nuk e përgatitim zemrën tonë për përmirësim, për depërtu ki iman, për depërtu kjo bindje në zemrën tonë. Nëse nuk e pastrojmë zemrën tonë, s'ka mundësi që të depërtoj kjo dritë e imanit në zemrën tonë. Është një fjalë e bukur, të cilën e ka thënë Ibn Taymija dhe e transmeton në Medarij Salikin Ibn Qayyimi, Allahu e mëshiroft. Tregon për një thënie të Ibn Taymijës, thënie e Ibn Taymijës e cila ndërlidhet me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi është, mendoj se për shumicën për jush është hadithi i njohur, ku thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, melekët nuk hinë në një shtëpi në të cilën ka qen ose ka fotografi, figura të gjallësave. Pra është ki për shumicën e besimtarve, hadithi është i njohur. Çka thot Ibn Taymija rreth këtij hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Thot, nëse melekët si krijesa i ndalon që një shtëpi të hinë, i ndalon pra qenie dhe figurat, si ka mundësi që në zemrën e njerëzit të depërtoj imani, dashuria ndaj Allahut, të depërtoj dashuria ndaj dhikrit të Allahut, ndaj leximit të Kuranit, si ka mundësi që këta depërtojnë zemrën e një njeriu në të cilën zemër janë prezente qend prej epsheve, edhe fotografitë e fliqta edhe të pista. Pra në këtë zemër s'ka mundësi që të depërtoj drita e imanit. Pra shife çfarë analogjie bën Ibn Taymija. Pra nëse në një shtëpi për shkak të prezencës së qenve dhe fotografive nuk hinë melekët, pra në këtë zemër e cila është e mbushur me lloj-lloj smundje, me fllitësira, me hased, me smundje të ndryshme, si ka mundësi me depërtu imanin Allah subhanahu wa taala, dashuria ndaj dhikrit. Për këtë arsye edhe te ne mungon dëshira për dhikr, mungon dëshira për lexim të Kuranit. Pse? Për arsye se ka nevojë të punojmë pak për këtë zemrën tonë. Ka nevojë pak që të lodhemi. Ashtu sikur se lodhemi për ta ushqyer këtë trupin tonë, për ta veshur trupin tonë dhe familjarët tonë, për ta arritur që t'i veshim ato të shtëpisë sonë, edhe t'i ushqim, mundohemi edhe lodhemi edhe përballohemi me lloj-lloj të sprovave edhe rreziqeve, po ashtu ka nevojë që të bëjmë sakrificë që ta pastrojmë edhe këtë zemrën tonë. Allahu shpërbleft. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.